Shkëndija Krishtlindjes ishte titulli i koncertit festiv të organizuar nga familja Zoja Shkodrës në prag të festës së shenjtë të Krishtlindjes. Një aktivitet që solli pranë katedrales së Shkodrës frymën e gëzimit, shpresës dhe bashkimin mes komunitetit. Përveç fëmijëve të katedrales, në këtë koncert festiv u përfshin edhe nxënësit e shkollave, nga shkolla Dë Zemra e Krishtit, Kor Jezu dhe Maria Ndihmëtare, të cilët përmes këngëve, recitimeve dhe interpretimeve të përgatitura enkas për këtë fest, përcollën mesazhe paqeje dhe dashurie. Në koncertin Shkëndijë Krishtlindjes kanë marrë pjesë shkolla shumë të ndryshme, Maria Ndihmëtare, Kor Jezu, Zemra e Krishtit, ata janë fëmijë grup moshave të ndryshme, edhe kanë prezantuar shumë këngë dhe performanca të bukura të cilave na kanë kënaqur të tanëve. Koncerti u prit shumë mirë nga të gjithë, edhe sepse u krijua një atmosferë shumë e këndshme si për fëmijët ashtu edhe për të rritunit. Ky koncert festiv krijoi një atmosferë të veçantë dhe të ngrohtë në ambientet pranë katedrales së Shkodrës, duke e kthyer mbrëmjen në një moment reflektimi dhe gëzimi për besimtarët dhe qytetarët që morën pjesë në prag të një prej festave më të rëndësishme të Krishtërimit.